Kaq idiot është sa që bën këtë gjë tjetër. Pra, unë duhet shkoj dhe të bëj takime për legalizimet, për rrugët, për çerdhet, ku fundja nuk është puna ime. Ajo është puna një kryebashkiaku deri diku edhe një ministri nesër, që unë do organizoj politikat, pra një ligj i mirë për sportin, për sponsorizimet, për sigurinë. Pra ti bëhesh ligjvënës, por ama aplikon bën fushatën e një kryebashkiaku. Unë mund të pëlqehem me programin që kam dhe nga një nga Saranda, dhe nga një nga Malësia Madhe, dhe nga Librazhdi. Pra, këtë e kam propozuar dhe në kudo, dhe në website-in tim dhe në çdo takim. Sistemi duhet të jetë proporcional kombëtar dhe lista duhet të jetë 100% e hapur dhe votimi duhet të jetë 100% elektronik. Në këtë mënyrë, lapsi kryetarit nuk do të nxjerrë më 120 deputetë si në këto zgjedhje. Prandaj deri diku në këto zgjedhje jemi dekor. Pra, këtu ndalemi pak edhe me Rein. Si mendon ti, sepse juve që të dy në fakt, edhe pse jeni të rinj dhe provoni për herë të parë zgjedhjet, por ama jeni pjesë e partive që kanë eksperiencë ose le të themi individëve që kanë eksperiencë në fushata zgjedhore, parlamentin po. Kështu që sa e vështirë apo mund të quheni ju, le të provokojmë pak Rei, mund të quheni thjesht një marketing elektoral për këto parti që kanë nevojë për fytyra të reja, për të tërhequr më shumë elektorat? Unë nuk do doja ta thoja marketing elektoral. Pikërisht domethënë subjekti, të paktën subjekti jonë i cili ka zgjedhur listat e hapura. Pra, në fletën e votimit jemi njëjtë. Unë, zoti Shej, jemi 1-1. Por a e mund unë do të zotin Shej është çështja. Ne kemi pranuar një princip kryesor të garës, që është të demokracisë, që është gara. Pra ne po dalim po garojmë me njëri tjetrin. A jam unë në gjendje ta mund kryetarin e partisë? Kjo është pikpyetja. Kështu që prandaj nuk dua ta them makazh elektoral, por ama më pëlqen ta them diçka. Unë falenderoj mirëbesimin që më është dhënë. Shiko, në fund të ditës ne të rinjt nuk është se do fitojmë të gjithë. Ne jemi të ndërgjegjshëm për këtë gjë. Por ama kjo është sprovë e mirë politike. Edhe këtë i them çdo personi, mos u dekurajoni. Kjo është gara parë, do ketë gara të tjera. Unë dua të fitoj, por kjo nuk varet nga unë. Kjo varet nga sa i besueshëm jam unë përpara elektoratit shqiptar, dhe se sa besim do m'japi vot besuesi mua. Është shumë e thjeshtë. Nëse unë marr vot besimin, atëherë është radha ime. Nëse vot besuesi nuk na jep mua, atëherë nuk është radha ime. Kjo është kryesorja, prandaj bijem dakord, listat e hapura janë zgjedhja vetme. Pastaj nëse do më pyesnit mua se cilin kod elektoral, cilën formë elektorale do doja, unë bijem më radikal. Unë jam për majoritaren.